Të herë në Thori do t'jemi në fshatin Leshnic, një tjetër fshat shumë pranë Pogradecit, por me njerëz mikpritës, bujar dhe mbi gjitha punëtor. Do të shohim pak kuptimin e emrit të fshatit nga vjen ai, banorët e parë të kësaj zone, si ka vazhduar të shtohet fshati dhe mbi gjitha si ka funksionuar në periudhën e sistemit komunizmit. Një prej atyre fshatrave i cili duket se nuk është braktisur, por vetëm sa e ka shtuar numrin e familjeve. Prej atyre fshatrave ku banorët shkojnë dhe vinë në emigracion, por shtëpitë e tyre nuk i shesin. I rregullojnë dhe vinë në kohë të ndryshme qëndrojnë sërish aty. Për atyre fshatrave ku është turp të mos e punosh tokën, thonë banorët, dhe ku pavarësisht largimeve apo punëve të ndryshme që mund të bëjnë banorët e zonës, të gjithë e punojnë tokën, sepse fshati të fut në listën e njerëzve të turpit, në rast se nuk e punon tokën aty. Këto dhe shumë të tjera do të zbulojmë bashkë hap pas hapi sot me disa prej banorëve që do të takojmë në Leshnic. Qëndroni aty. Është vetëm 10 km larg nga Pogradeci, një fshat i bukur, dhe të cilit hijeshin ja shtojnë tokat e punuara që ngjasojnë si qilimat e punuar me dorë nga gratë artizane. Është pjesë e njësisë administrative Qerav dhe një nga fshatrat me popullsinë më të lartë të saj. Fshati ka një shtrirje gjeografike si të realizuar me dorë. Gjatë gjithë ditës ai rrihet nga dielli, ka toka fush me bollëk, ka një lumë të vogël dhe një pyll me gështenja, pa harruar këtu, hektar të tërë kodra shmerush. Banorët këtu karakterizohen si njerëz të qetë, besnik e punëtor, të cilët nuk ja përtojnë punës me tokën. Më së shumti njihen për prodhimet në frutikulturë, si moll, qershi dhe varietetet e ndryshme të rrushit. Rezultoni banuar rreth 300 vite më parë dhe mendohet se fiset e para të kenë qenë të krishtera, por pak dihet për to. Kjo faktohet edhe nga emërtimi që ka pjesa e sipërme e fshatit, pranë lumit dhe rreth pyllit me gështenjë, zonë e cila njihet nga banorët me toponimin Tekisha. Çfarë në kupton se vite më parë në zonë ka qenë ngritur një kish, por që sot nuk ka asnjë gjurmë rreth saj. Një karakteristikë tjetër mjaft e veçantë e Leshnicës është pylli me gështenja dhe lejthi që ka ekzistuar në zonë. Banorët tregojnë se gështenjat shekullore kishin ndruar aq të mëdhenj sa që do të duheshin 3 burra për të rrethuar njërin prej tyre. Ndërkohë, prania e një pylli me lejthi lidhet drejt për drejt me emrin e fshatit. Leshnic është emër slav i vendosur në kohën e pushtimit bullgar, të cilët vendosjen e emrave në slavisht e lidhin gjithmonë me një veçanti të zonës. Leshnic në shqip merr kuptimin zonë me shumë lejthi dhe këtë e konfirmojnë edhe tregimet e më të moshuarve. Do të shkoj për të takuar kryeplakun e sotëm të fshatit të Leshnicës, zotin Lati Lipo, ose Vladimir Lipo, i cili është poshtur nga fiset më të mëdha të këtij fshati të madh, edhe teksa po vija për në baçën e kryeplakut të fshatit Ladit, pash që të gjitha tokat i verifikova edhe vetë, fakt mund të verifikojmë që nga rruga shumë kollaj, janë të gjitha të punuara, ose janë duke u mbjell në produkte të ndryshme bujqësore, ose janë kthyer në pemtari, që siç mund ta shikoni ka shumë moll, ka shumë qershi. Këtu përballë meje është dhe kodra në pyllin e gështenjave. Dikur ka pasur lejthi, sot mund të ketë shumë pak, çka edhe emri lidhet pikërisht me zonë me lejthi, Leshnic, e cila në slavisht nënkuptonte një zonë me lejthi. Ku është Ladi? Ladi? Përshëndetje. Përshëndetje. Si të kam? Misade. Si je? Si kalove? Je fort? Faleminderit. Si ke qenë? Juve? Pas ke bërë vend shumë të bukur këtu. Po, me mundësitë e mia e kisha idenë që këtu të bënja një shtëpi pushimi të vogël për qefin tim, për familjen, për çdo gjë, është vend i bukur edhe pozicioni gjeografik është afër lumit, është freski, është gjë shumë e mirë. Kjo ka qenë ideja që më shtyri dhe. Ulemi? Po, ulemi. Paktën sipas guidonave ose asaj se çfarë kanë treguar më të moshuarit. Që në çfarë kohë ka qenë banuar Leshnica? Unë më të them se banorët e parë në këtë zonë, duke dëgjuar që në Leshnicë, po e marr nga fise më i madh, në fshatin tonë është fisi Lipo. Lipot, me të dëgjuar nga pleqt dhe gojdhenat që na i kanë lënë si trashëgimi, e kemi edhe nga Maqedonia, nga manastiri.
Maqedonia sot, por Shqipëri ka qenë. Maqedonia sot. Po ka qenë Shqipëri, do të thënë manastiri, kur them sa herë më kujtohet filmi Udha shkronjave dhe themet shkronjat kanë ardhur nga kemi ardhur ne. Ju pëlqen kjo? Më pëlqen, edhe më pëlqen shumë ajo frazë, sa herë kur e shkoj filmin, unë qëndroj edhe e dëgjoj me vëmendje. Më pëlqen shumë. Po, ndërkohë, sa i përket emrit, çfarë ka pasur zona këtu që lidhet pak a shumë me emrin? Shiko, unë di vetëm kaq që gjyshja ime ishim të vegjël, se gjyshi nuk e arrita dot, edhe baban nuk e jetova dot se më ka vdekur moshë të re, por nga fisim, fshati Leshnic e ka përhadhe nga lejthiz, e thoshin, diku para 200 vjetësh, prandaj është transformuar si lejthiz, dhe përfundimisht pasaj ka mbetur me fjalën Leshnic. Që do thotë zona ka pasur shumë lejthi? Po, e shikoni kjo kodra që është këtu, që tani është veshur me gështenja, ka një kuror shumë të bukur, fshati, pozicion geografik, shumë i bukur. Përgjithsisht fshatarët e këtij fshati, fshatin Leshnic, kanë qenë njerëz shumë punëtorë. Në çfarë merreshin? Merreshin më shumë për efekt të mungesës tokës, merreshin më shumë me frutikulturë. Kemi për shembull ato kodrat Ciprëve, që ishin shkurra, ato u kthyn të gjithë në pemtore. Bom, jeshi, darna, etc. U kthyn dhe kur hyn në prodhim pas 4-5 vjetësh, ishte një prodhim të bollshëm. Atëherë ishte fshatë kooperative. Nuk ishte kooperative zmadhuar. Llogariti që në ato vite, për shembull 62-shin, 63-shin, këtu është eksportuar në vllai Leshnic. Ku eksportohej? Në Bullgari. Vërtet? Po si vinte Bullgari, merrte mollë, më vonë merrte gishtenjen. Beshin prodhime cilësore, shumë cilësore. Cilësia ka qenë e lartë. Shumë e lartë. Shumë e lartë. Për kohë. Për kohë. Kjo bëri atë që duke u marrë fshatin shumë me frutikulturë, ne të mirëmbajmë edhe këto vreshtët që i muar me ligjin 7501 të fermës. Njerëzit kishin një farë përvoje, një farë praktike, e dashuronin frutikulturë. E dashuronin shumë. U mbajtëm këto vreshtë. Këto ishin gati degraduara. Pra nuk i pren fare, që duknin, por i mbajtën. Jo që nuk i pren, po u bërë shërbimet atilla që kaluan në rendimentet. Po thoj se dyfishin e asaj që merrte ferma. Që do të thotë, çfarë rrushi prodhohet aty? Aty prodhohet Riesling, prodhohet Muscat Hamburg, Tokaj, Gems. Ka shumë varietete, ka shumë varietete. Që atëherë cilësia ka qenë e mirë, dhe deri dhe sot, se dhe sot ka vreshtat. Ka dhe ka. Më e mirë se në kohën që e kishte ferma. Më e mirë. Cilësia është më e mirë. Po rrushi eksportoi? Apo jo? Jo, nuk eksportohen rrushi. Rrushi shihet shumë nga privatisht. Atëherë, thëmë. Atëherë ishte vërtet shtetit dhe ishin Me grumullon dhe poshtë? grumullonte në shqimore. Nërsa që kur i morëm neve këto vreshta, u rritë rendimenti, u rritë cilësia dhe vinë pjesa më e madhe pogardeci këtu furnizohesh. E këtu furnizohet akoma. Këta që prodhojnë përgjithsisht verë dhe raki, këtu vinë marrin akoma. Gëzim Lipo është personazhi që e takojmë pas pak. Ai na tregon rreth arsimit në zonë, çuditërisht në komunizëm, numri i fëmijëve ka qenë tepër i lartë, edhe pse ekonomia e familjeve nuk ishte aq e mirë. Ai kujton se sa respekt kishte fshati për mësuesin dhe nxënësit po ashtu. Do të takojmë pas pak me Gëzim Lipon, është një banor i fshatit të Leshnicës, i cili ka shërbyer vite më përpara si ushtarak, por më vonë ka shërbyer dhe si mësues në fshat, dhe do të na tregojë diçka më tepër për të dyja çështjet që ai ka. Përshëndetje. Si je? Mirë, si ke qenë? Je i fort? Mirë, Shëndetje mirë. Ç'a bën? Po çfarë të bëjmë? Faleminderit që dole një herë dhe na i bëj Allahu që të nxorëm nga shtëpia edhe pse e pak me mos madhe. Ka ndonjë problem, mirë nuk është. Që televizion. Sa vjeç je sot? Sot jam 75 vjeç. 75. Në çfarë je marr në jetën tënde? Unë kam mbaruar në vitin 1968 shkollën për mësues, Ciklit Ulës. Po.
kam filluar punën në vitin e parë në Leshnicë, këtu në fshatin tim, mësues kur kam mbaruar shkollën. Të filluar direkt. Po. Atëherë të punësonte direkt sistemi. Po, ishte atëherë kishte nevojë këtu fshatin, kishte klasa kolektive, domethënë që kishte nga 2-3 klasa Paralele. Sa nxënës kishte atëherë? Po tash ja 6 klasa ne nga 20 gati. 120 nxënës. Po, aty një rreth 100 që të kishin kështu nxënës. Shkollën vjeçare ishte? Jo, ciklutul. Ciklutul 120 në fillore. Në fillore kishte atëherë fillim. Në 68 kam mbaruar që në 68. Kaq shumë fëmijë kishte? 6 grupe ishim Në fillore. në paradite dhe mbasdite shkollë. Sa vite punove mësues? Unë një vit këtu. Mbas një viti morën ushtar, për ti kur shërbim detyrueshëm ushtarak. Atëherë të detyronte në vetë apo jo? Ishte detyrim, do shkoj në zban. Më pas Mbarova ushtërinë, u ktheva përsëri në arsim. Unë shpresoj se ishte martova në atë periudhë. Edhe shpresoj që më linin këtu në Leshnicë, po jo, po më dërguan në një fshat të thella ndej në Dërdushë. Mësues 4 orë gjysmë që këtu më kemë llogarite. 4 orë gjysmë. Ishte urdhër të do shkonin se zban. Patjetër, se s'kishte zgjidhje tjetër, se përfundoje kishte nga fusha e Majliqit duke tharë kinetën pastaj. E kështu rika unë atë, fillova punë në 71-shin. Kam dhënë 8 vjet atje mësues. Si e mban mend Leshnicën atëherë? Si ka qenë Leshnica? Leshnica ka qenë një fshat domethënë si ta quaj unë i mirë kështu me kuptimin e fjalës. Njerëz të komunikueshëm që unë si mësues për shembull komunikom me prindit për problemet që kishim me fëmijët. Qartë. Prindi kishte respekt për mësuesit. Ishte një tjetër staturë mësuesi atëherë, ishte më respektuar. Kishte respekt për mësuesit, por edhe nxënësit i kërkonte llogari që ta respektonte mësuesin. Tani në atë kohë mësuesi edhe na i ndizte në një kështu ku bënim Po, edhe unë kam përdorur Nuk do të thaj gjë, se sot është bërë ka pak problem kjo situata. Edhe unë kam përdorur ndonjëherë për një rast të veçantë, se unë nuk e urdhëronje për punën time. Po. Ajo urdhëronje që të ishte nxënës i rregull, të sillesh e mirë në shkollë, me shokët, me shoqet. Unë kam kujtesë për shkollën atyre, shkolla ishte shumë e disiplinuar. Në vitet që jemi shkolluar ne, janë vite shumë të bukura, të parushme. Vinje në shkollë, paraqiqe pranë shkollës, e para njërë do të bënje gjimnastikën e mëngjezit, që se haroj asnjëherë, po të vinje do bënje gjimnastikën, do grumbulloshin gjithë nxënësit, do bënje gjimnastikë, prandaj do vinje dhe do fillon një orë të mësimit. Kështu që ato kanë qenë vite shumë të bukura për arshimin. Sa banor ka pas fshati në atë periudhë? Mos them që në kohën e zogut kam gjuar rreth 180-200 shtëpi. Pra historikisht ka qenë fshat shumë i banuar. Po, ka qenë shumë i banuar dhe vetë rruga internacionale edhe asaj kohe që ka qenë. Ka qenë kjo rruga që sot ka qenë ekzistuese edhe ekzistuese që moti, do se mund të themi pavarësisht se e lidhin pastaj ajo pjesë nuk ja dalin dot. Por në këtë zonë, në këtë pozicion që jemi neve, pozicion gjeografik këtu dhe jemi fshat lartë, fillon në rrugë e Ignatia. Po kjo është historia më vetes, më të flasë unë për atë punë se e do. Dhe gradualisht me erdhjen e sistemit komunist në atë kohë, u shlirua vendi dhe fshati filloi të rimëkemet dhe të normalisht që shtosin familjet dhe edhe shtëpi shtoshin, e kështu që fshati jonë tani ekziston me rreth 480 familje, rreth 500 familje. Kurse shtëpi mund të jenë rreth 450. Shkolla fillore ku ka qenë si fillim? Si objekt? Ishte ajo atje Matan? Fillore ka qenë në fshat. Brenda që është brenda si fshat, që është mbyllur. Mirë si jeni juve? Brenda në fshat. Atje bëhesh shkolla fillore. Tash jam për shtëpi atje. Ndërkohë ajo shprish sot. Është bërë një fillore tjetër që është pak më lart që ka qenë dhe kopshti dhe ajo është mbyllur se po thuaj se degradimet. Kjo është ndërtesë e demoduar, ajo është katëruar tash që ka mbetur që ajo ka qenë ndërtesë në funksion tjetër në kohën e komunizmit apo kështu ka qenë shkollë dhe kopsht bashkë. Aty edhe komunizëm. Aty vazhdon, domethënë aty kanë filluar punën aty. Aty kanë bërë shkollën time fillore aty poshtë në ajo tjetër. Po shkolla në vjeçare çfarë viti është ndërtuar?
ndërtuar? Jo, këtu është ndërtuar në vitin 2010. Na, 2010, që ka e vonë. Po, vonë është. Kërkesë për shkak të fëmijëve. Te 7 vjeçare dhe 8 vjeçare që u bën ndryshimet, ne bëmë në Sharralla. Jam i qartë. Objekti që ndërtua i shërbeu nxënësve të fshatit. Besoj që kishte shumë edhe në 2010. Po. Plotësoshin klasat gjithë me numër të brenda normativës, gjithë nga klasa e parë deri në klasën e 8. Jam i qartë. Edhe kopshtet po i kishin numrin saktë nxënëse, që ishte kuadri ishte i plotësuar komplet me mësues. Tani si mësuesi i fshatit që ke qenë, ka qenë si ishin nxënësit? Ishin në arsim dashës? Kishin dëshirë të mësonin? Kanë nxjerrë njerëz të arsimuar fshati? Ka, që kanë dalë dhe kuadra. Po, unë, për shembull, se petit e që parandaloj një makinë aty në dyqani, që bisedonja, ishtë nxënësi im ishte ai. E kësha harruar si fytyrë, si ashtu, më foli mësues si jeta, domethënë. Ty vazhdoj të thonë edhe... Respekt, po. Shkolla sot kanë nxënës, apo jo? Jo, është mbyllur. Jo, flas ditët e javës, vazhdon edhe të ketë nxënës konsideruese. Sot ka nxënës, po jo me numër. Jo si më përpara. Ka rënje? Pa shumë rënje. Pse ndodh kjo? Largimi i njerëzve. Ka shumë njerëz që kanë ikur? Ka. Vetëm në lagjen time unë kam gati 8-9 shtëpi, domethënë pa banuar, që s'ka njerëz. Ku kanë shkuar? Po në Itali, në Greqi, pa kanë ikur nga fshati këtu, që kanë ikur në qytetet tjera. Pse ikin? Po ikin për më mirë, thonë jemi më mirë të ndetë për të siguruar të ardhur më të mira. Po këtu tokë ka, ujë ka, pemë ka, shtëpia është, mund t'i sigurosh të ardhur, apo jo? Bujësia, ka mbetur e fjalla është bujësia është industri pa qati. Po, është vërtet. Koha si të merë, o të plotëson dëshirat, ose të plotëson dëshirat nga njerë. Të është edhe kjo. Pra, kur ti më thua që në Leshnis, një fshat që është buz rrugës, dhe që në fakt po thuaj se nuk i mungon asgjë, njerëzit ikin, çfarë mund të themi për fshatara më të thellë? S'ka sot do të investoj edhe shteti për këtë problem të bujësisë. A vazhdojnë të merren me bujqësi këtu? Vazhdojnë si atëherë. Kryesisht me çfarë? Mbetet toka pa mbjellë këtu. Pra, në Leshnis vështirë se gjen tokë pa punuar. Po, nuk gjen tokë bjellë. Çfarë merren kryesisht, çfarë prodhojnë? Mbjellin grur, bisër, fastule. Kanë dhe vreshta apo jo? Po, janë kodat në përkashi me vreshta, si janë të ishte ferma ato, ishin po në Leshnicës. Shumë prodhojnë verë, raki... Unë ishte skem, po me kazan raki të thjeshtë. Familjare? Po. Prodhohet? Po. Më shumë bi raki rushi? Raki rushi. Shesin apo e mbajmë për konsum familjar vetë? Po shesin, po trej këtë vështirë, është e vështirë të trej. Duke qenë se ti ke qenë arsimtar dhe mban mend kolegët tu të cilët jepin mësim aso kohën në Leshnicë? Po shi kam që në fillim, domethënë kur kam filluar këtu në të parë të farë. Mbaj mend se ishin 4 mësuese, po bara unë i 5 që të bëm shtesët së tjera. Në vitit 1968 që të thash. Kanë qenë 4 mësuese, që 2 kishin mbaruar para meje në pedagogjikën e Elbasanit, 2 kishin mbaruar nga Elbasani. I do me emra. Po, nësë ti i mbanë mund. Po i mbaj mund, shumë një bile. Edhe i falenderojmë i kosisht. Një ka qenë një zinete plasa nga Kosha. Servete Musolari nga Vrdova, këtu Pogradecit, Liliana Tola nga Pogradeci, pësëri, dhe Margarita Gërgjallë nga Pogradeci. Pra këto janë 4 zonja që kanë dhënë mësim? Për herë të parë kanë qenë në fillore. Mësues me mua. Në fillore. Dhe kanë gjetur këto. Këto kanë dhënë mësim në fillore. Këto ka qenë zonja që jepin mësim. Bashkë edhe unë. Besoj që një pjesë e fshatit i ruan kujtime të mira. Në 68-ën, mos e sut se më përpara ka patur mësues tjerë. Po, jam i qartë, sigurisht. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ullje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje, i vetmi në tregun shqiptar.
prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eco Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj. Historikisht, banorët e fshatit jetën e kanë pasur të lidhur me bujqësinë dhe frutikulturën. Edhe në periudhën e komunizmit ka qenë një prej zonave më prodhuese, kryesisht në prodhime bujqësore, frutash e të tjerë. Ka pasur një numër të konsiderueshëm familjesh, punishte ku prodhoheshin dyer dritare për nevojat e fshatit, por jo vetëm, veshje për kafshët, stalla e të tjerë. Më vonë, fshati Leshnic u bashkua me Çrravën. Kanë qenë një? U bashkua kooperativa. Bashkua. E pak më vonë hyri dhe Stropska aty, më vonë fare pastaj edhe Berakozhi dhe ube Kypell, Kyteri, një kooperativë. Ti çfarë funksione ke pasur në kohën e kooperativës? Në kohën e kooperativës, unë kam punuar në minjerë në fakt. E ke nisur në cilën minjerë? Në minjerën e Dardasit. Minjerën e Dardasit lart. Atje kam punuar një 8-9 vjet. Janë dhe pasaj kam ardhur këtu, përgjegjësi sektorit të investimeve. Përgjegjësi sektori investimesh. Ishte që atëherë përgjegjësi sektori investimesh, apo jo? Çfarë merre ky sektor? Ky sektor merreshe me furrat e bukës, merreshe me sharrën, merreshe me mjetet e transportit. Qishin këto jo menca, jo më thet tash, gjithë aktiviteti ndihmës në fshat. Po kishte të tilla institucionesh në fshat? Sharra, furra? Si, për blegtorinë kështu jo gazhë, jo më thet tash. Do të them bëshin tëra punë aty. Po këto koshte për bletën? Besoj që ato bësh. Atëherë nuk se fshati jon nuk ka patur ndonjë përvojë. Në pjesën e bletës. Nuk ka patur ndonjë përvojë. Këtu punonin rreth 10 punëtor. Punishte që ishte këtu. Çfarë punë ishte? Sharr, përgatiste dyrë, dritare, përgatiste çfarë i dushte fshatit. Po këto edhe objekteve të kooperativës bëshin ditë për ditë bëshin objekt. Ku ka qenë punishtja? Ja, të poshtë. Është më si godin, si objekt? Jo, nuk është më. Nuk është më si objekt. Ndërkohë është interesant fakti që nëse shumë fshatra boshatisen, bregtisen, po të shkojmë në disa zona thella, pothuajse nuk gjen familje fare, këtu ka ndodhur e kundërta. Jo, edhe këtu ka pasur lëvizje si gjithë, por lëvizjet në emigrim. Jo në lëvizje shtëpisë. Për shembull, nëse do një familje ka ikur, e zvendësuar me një tjetër, por nuk ka ikje të mëdha si. Normalisht atyre që u dalin viza për në Amerikë, kanë ikur në Francë, në Gjermani, në Greqi, për vendet e botës ka. Emigrimi është. Por shpiti kanë këtu? Shpiti kanë, absolutisht, kanë investuar dhe i kanë riparuar, i kanë bërë dhe të reja, po. Kryesisht sot me çfarë jetojnë banorët e fshatit, me çfarë merren? Po, sot fshatarët në fshatin tonë, dikur edhe përpara, por më shumë tek frutikultura, tek breshtaria, absolutisht dhe bujqësia, po. Po gjithsesi, fshati jonë, frutikulturë, breshtari dhe bujqësi. Dhe blegtori, absolutisht. Vazhdon të prodhohet molla, qershia, rrushi. Molla, qershia, rrushi, siç është gonë dhe gështenja që është qysh në kryeterës, do të them, unë që kur linda dhe që mbaj mend nga fëmija ime, unë gështenjën e mbaj mend. Po këtu, gështenja ka... Gështenja si prodhohet këtu, si e bëjnë njerëzit, e konsumojnë vetë apo shqesin? Normalisht që konsumojnë për nevojat e tyre dhe pjesën tjetër e shesin pastaj në treg. Vinë marrin tregtare. Nevoja kozmetike apo marrin tregtare? Jo, vinë marrin tregtare, ti e shkojnë për qytetin, për prodhohet shumë? Është e mirë si frut? Shiko, dikur përpara thash që është kryeterës që këtu ka pasur gështenjë për çokollore, që mund t'i pushtojnë edhe 2 bura. Por gjithsesi, me ndrimin e sistemit, si po marrim në theshtata që solli probleme shumë, po dhe në drurë të frutorë, po në drurë të gështenjës, ku u vëdorë dhe u shkatruar çdo gjë. U prem shumë.
por falë natyrës ato u zvendësuan dhe rrinë me filizat të rinj, dhe siç është gonë është mbushur me filizat të rinj dhe është mrekulli tani. Prodhohesh edhe grui, edhe mistri, edhe të gjitha produktet bujësore prodhoheshin. Në kohën që kemi qenë një fshat, kooperativi një fshat Leshnica për shembull, ne kemi arritur deri në 150-155 lekë për ditë pune. Kooperativa më e mirë në rreth ka qenë. Si janë banorët me njëri tjetrin? Shumë mirë, shkojmë shumë mirë me njëri tjetrin, nuk kemi probleme. Si në disa fshata që gjojnë jo urran për Për tokat, për kanalin, për kështu. nuk ka të tilla. Nuk kam dëgjuar deri më sot tu. Ka me kuptim domethënë. Ka, pa do të zgjidhim çfarë. Kështu pastaj për çështje dasmash, vakish jeni gjithmonë të gjendër besoj. Në raste vdekjesh, këtu dalin të gjithë njerëzit. Vjen njerëzit në fillim në shtëpi për shëllim, për familjet. Edhe pastaj marrim pjesë dhe në varrim në Po dasmat? Bëhen kështu nga një javë akoma? Të rralla, jo e shumë. Jo e shumë? Në një rrallë, bën që të ejnë, më shenë fillon dhe një aktivitet, të këndojnë atë. Po. Si e? Je i fort, një ke qenë. Këto ndërtimet e gjata kështu ka qenë të Jo është kooperativës. magazine e vjetre e kooperativës. Çfarë magazinohej këtu? Këtu grumulloheshin prodhimet, ishin kështu mollët, gjëra, patate, që punoheshin. Ka pas shumë të tilla në kohën e modernizmit? Magazina apo vetëm kjo ka qenë? Po këtu ka qenë edhe aty më thënë magazine kooperativës, ishte edhe ato zyrat e magazineri dhe më të që punonin. Që kishin jo. Po kjo ishte me madhja kështu. Shtëpitë si ishin të ndërtuar me çfarë? Me tulla, me gur, me Pjesa e madhe me tulla, bile tulla priste me vetë kooperativa, u vinte në ndihmë fshatarëve, po priste me vetë fshatarë. Pristin, i diqnin, dhe i përgatitnin. Po i ndërtonin vetë fshatarët shtëpitë apo kishte ustallarë që vinin nga zona të tjera? Fillimisht nga vitet 60-65 vinin ustallarë nga Rajca më shumë. Në fshati Rajca. E Rajca. Vinin se duke ardhur në një shtëpi, pajton të i tjetri, po edhe po në banin të shkaqyra. Shumë të mirë, shumë të mirë. Ishin njerëz të ndërgjeshëm, se vinin edhe këtu rrinin, ulëshonin një dhomë. Pra nuk ishin as problematik, punonin dhe bënin një punë të mirë. Nuk, atë me akord të shtëpinë e yt, të martësh. Bankaj binin në pazar, fillonin punë të futin brenda ata. Ata futin brenda. Jam i qartë për këtë pjesë. Fshati sot ka shumë fise që e banojnë. Fisi më i madh rezulton ai i lipove, të cilët mendohet të jenë vendosur këtu gati 300 vite më parë. Ladi thot se më të vjetrit ju tregonin se origjina e tyre e largët ishte nga manastiri, dikur pjesë e Shqipërisë së Madhe, përpara se të aneksohej nga slavët. E krahas tyre, tashmë fshati ka dhe disa fise të tjerë të cilët janë vendosur po ashtu shumë vite më parë. Marrëdhëniet mes banorëve dhe fiseve janë të shkëlqyera, në halle apo gëzime janë të gjendur pranë njëri tjetrit. Sa shtëpi ka pas atëherë në atë periudhë? Paka shumë kooperativës Leshtica? Në atë periudhë e mbaj mendun. Në cilat kanë qenë fisat E kryesore? mbaj mendun 190 shtëpi. 190 shtëpi. Në fillim fare, do më thënë që mbaj mendun. Ja për vitet 60 e këte. Pastaj, në kohën që u prish, sistemi arriti në 450 familje. Ushtua? Ushtua shumë. Ushtua vetë popullsia pra, apo erdhën dhe banorë nga zona të tjera? Vetë popullsia. Nërsa këtu për të ardhur kanë ardhur për t'ikur, s'kan ikur. Nuk lëviz njëri për këtij fshati. Janë shumë të rrallë për të ke plotësuar në një kusht të tyre. Po edhe nëse i shtëpi nuk e shesin? Ja, Besoj. Jo, nuk shite shtëpi. Nuk shet kush shtëpi këtu. Është të vështirë të gjesh shtëpi për Është fshat stabël. Njerëzit rrojnë me dishën e tyre, me punën e tyre. Të mirat materiale i sigur e vetë, nuk ka nevojë edhe të shqeqet. Tani si funksionon jeta? Punojnë edhe me tokën edhe me migracionin, të dyja bashkë? Me shumë me tokën. Për shembull, këtu tashu ne jemi deficit në tokën. Dhe fushën nuk e zinte njeri kollaj. Ta zinte, se fushë berbuka. Po. Berbuka e popullit. Dërsa ata shi,
janë krijuar pendore të shumë pendore dhe cilësore. Po thuaj se çdo familje e ka një dylym e gjysmë. Ile ka që kanë edhe më shumë. Që ka moll, qershi, qershi, hajtarë, kumlla. Duke qenë se e kryplagu i fshatit dhe normalisht që me problemet e fshatit merresh ti. Si janë banorët? Janë bashkëpunues, janë një kuptues, ndodhin këtu konflikte të tipit siç mund të ketë shumë fshatra të tjerë për një gardh, për një kanal. Dikush më tha që nuk ka të tillë. Në çdo vend ka probleme ose themi që jemi të përkryer, por në përgjithësi në Leshnicë për sa kam njëri vetë qysh në kryet, do të thotë që kur kam qenë i vogël dhe tani që jam në pozicion e kryeplakut të fshatit, kemi shumë marrëdhënie të mira. Duke pasur do i tek tuk si kudo, do të thënë ndaj fërkim të vogël, por mund të them që edhe në një konflikt ku ndalim jo për gardin, jo për ka hyrë këtu, ka cënuar atje, ne kemi pasur mundësi, unë për veten time i kam thirrur atje te dyra ime dhe kemi gjetur gjuhën e mirëkuptimi dhe zgjidhje, do të thënë. Pra janë banorë që lëshojnë. Lëshojnë pe, merremi vesh, kuptojmë me njëri tjetrin dhe janë njerëz për mendimin tim shumë dashamirës. Janë mikpritësa. Duan të bëjnë më shumë se sa tu bësh në kuptimin e fjalës. Interesante. Ka dhe sasi të konsiderueshme të rrushit që prodhohet. Po. Shiko, rrushin neve faktikisht na i ka lënë ish sistemi trashëgimi. Dhe kemi pasur se këtu ka qenë në Beja ferma. Dhe fermat në atë kohë punëtorët ishin normal që nga fshatrat, por shumë vinin nga Pogradeci, nga qyteti, që ishin të punësuar aty. Dhe në prishjen e sistemit, pasaj duke pasur kodra që ishin pjesa e fshatit tonë, Leshnicës, na u ndanë në bazë të frymëve të banorëve që ishin, shumë, sa në atakonin, për shumë qosa ishe 10 antarë, nga 300 metra i binin 3 dylym. Kupton, si pas banorëve që ishe, si pas frymëve që ishe. Në periudhën e kooperativës, çfarë prodhoi tjetër këtu përveç frutave? Pas edhe disa magazina ande poshtë kanë qenë dikur ekzistuese. Po, shiko, fshati Leshnicë më shumë më thash që më përpara, më shumë ka pasur flutikulturën. Shumë. Rrushin, po, brestarinë, sigurisht që po, edhe bujqësi për aq sa kishim. Edhe bliktori ka mbajtur, po fshati tonë ka pasur shumë lopë në atë kohë. Do të thënë, gjithë fusha jonë, mbjese jonxha, të sherë, të fil, bazë i kishte kooperative. Po, i kishte kooperative dhe jo që do të thomim nevojat e fshatit, por dhe gjumëshi shkonte në qytet. Mira kanë qenë. Respektoheshin moshat madhore, prindërit. Parefisi, gjaku me një fjalë. Respektoheshin shumë. Tash janë ftorë në shikë të jera. Atëherë kanë qenë më të mirë. Më mirë kanë qenë. Historikisht, cilat kanë qenë fiset më të mëdha të Leshnicës? Fisi më i madh në Leshnicë është fisi Lipollarve. Fisi Lipo thash që është fisi më i madh, pastaj vjen fisi Hoxha. Hoxha dhe Hoxhallar, po një janë këta, një fis. Është fisi Pengu, është fisi Alin, është fisi Daci, është fisi Canellar, Amzallar, Koçillar, po këta Koçillarët kanë qenë që qysh në kryet e erës, por fis që ka qenë më përpara nesh dhe nuk është zhvilluar. Nuk e di pse, por gjithsesi nuk është. Kanë në familje, kanë ende. Ka. Fiset të reja të ardhura nga zonat të tjera? Jo, nuk ka. Radhë kemi ndonjë mjemër tani që vinë dhe siç shtegëtojnë nga fshatrat e tjerë, vinë dhe në fshatin tonë. Fshatin tonë faktikisht e pëlqejnë, që është fshat rreth te rruga internacionale, është mishtruar, është fushë njëra tjetër, por që fshati... Po që besoj, nuk do diçka e tillë se ju tha dhe pak më herë që shtëpitë nuk shiten, ku njerëzit i rregullojnë, pra nuk është... Absolut, po, ka edhe, do të thënë, ka, tek tu do një që i shetë, kështu
Kështu funksionon tani. Interesant është që të gjitha tokat këtu për rreth nuk i kanë parë asnjë djerr. Askush nuk i le djerr tokat. Le njëri tokë këtu. Ato nuk e Ja bile. dim vlerën tokës. Bile po të duash ta kuptosh mirë, e quajnë turp. Që ta lesh pa punuar tokën. E quajnë turp, jo gjurë. Turp. Po, filani e ka lënë tokën. Turp të ketë. Ka lënë tokë ma punuar. E dashuroj tokën. Dashuroj tokën. Dashuroj. Blegtori këtu nuk ka patur shumë në fakt. Në fakt e se dhe pyet, Ishim larg. dy pjesë u zdun me këto pemtore që u bën, pak. Edhe, me gjitha te, pa lopu, shati nuk ka qenë. Pa bakti tinta, shati nuk ka qenë. I ka patur këto. Natyrisht, këto pas e kanë zgjidhur edhe nevojat e njëri tipit. Dikush më tha më herët që këtu është turp të mos punosh tokë. Turp është. E këtu thonë, po se punove tokën, thonë, turp filani, si s'të vjen zorë me dhe tokën. E njerëzit nga që e kanë atë, e thonë, do ta lëroj, thot ai, e ta bjellviç, pa punuar mos e le. A dhja kështu. Aty lart pash dhe një repart ushtarak, po kishte shumë godina, ka qenë shumë i madh reparti? Të shpi edhe ati po duash. Të shpi edhe në... S'ka problem, po më tregore si. Ka patur. Sa ushtarë kishte aty? Ushtar aktiv ishte me rezervistë. Ushtar aktiv kishte vetëm një grup artillerie, aty kishte ushtar aktiv. Rreth 20 veta gati. Me efektiv kompletuar. Edhe kërë në stërvitin në zakonshme që Po pse duhet ky reparti aty? Për nga dishmërinë e brigadës. Për gatishmërinë e çfarë? Përdorte Në qësë ishte kufiri i afër. Po, dhe përdorte brigada ku kishte nevojë për shumë. Po, Ti ke shërbyer vetëm në ushtri vetëm në periudhën kur bëre ushtrinë e detyrueshme apo ke punuar edhe më vonë? Mbas ushtrisë detyrueshme, u ktheva në arsim të thash. U ktheve në arsim, jam i Të shkova qartë. në Po ma the. Ndërkohë, Pas ndase në 79 kalova në ushtri. në 79 kalove në ushtri dhe çfarë shërbeve? Isha komisar i shkollës lirë ushtarake Leshnicë. Shkolla e lirë ushtarake Leshnicë. Po kuj atje në repart ka qenë kjo shkolla? Ka qenë këtu? Ti në reparti, pasaj më vonë patëm ca zyra këtu. Po çfarë bën kjo? Çfarë bëhej në këtë shkollë? Kjo shkolla interesohej për stërvitjen e gjithë strukturave që përfshin që kishte në Shqipëri. Që nga nxënës të shkollës mesme, Po, që nga paraushtarakët, forcat vullnetare, forcat e lira, rezervistet. Forcat e rezervistet interesoheshin për stërvitjen e batalionit, stërvitjen e terë, për gjithë të struktura. pra aty bëj mësim te kjo shkolla apo çfarë bëj? Beshe plani vjetor. Po. Ato që plani vjetor. Po. Plani vjetor do përcaktonte kohën, periudhën e stërvitjes për çdo strukturë. Në gjithë territorin e vendit. Jo në gjithë territorin e vendit. Apo vetëm këtu? Si shkolla Vetëm tjetër. këtu? Unë si kisha strukturën e shkollës lirë këtu. Po. Dhe edhe shkoja që filantat ka stërvitje fshati në Grabovic, për Po. exempel. Ne kishim në shkallë komune atë. Grabovic do vinte njëri koha të nga ne, të ndjekte stërvitjen si do realizoheshin detyrat. Realizimin e detyrave, kupton? Si do bëhej qitja. Që të zhvilloheshin gjërat me cilësi. Po. Kërkohej cilësia. Sa vite funksionon kjo shkolla? Shkolla e lirë ushtarake vazhdoi deri në vitin 1988. Pastaj? U shkrin. Pse? Po shkrio sistemi, filluan ndryshimet e sistemit, se filluan që në atë periudhë shkrija e organizatorëve të partisë në ushtri, në atë periudhë. Po. U hoqën organizatorët e partisë, më s'kishte me organizatorët e partie, ne na kthyen, na hoqën titullin komisar, ne vunë drejtues edukimit, edukimit. Ky objekti i kësaj shkollës nuk ekziston më. Është prishur dhe ajo. Oferta të limituara. Përfitoni 50% ulje për çdo produkt. Përpara meje kam kondicionerin 24.000 BTU me klasë energjie A3+ në ngrohje dhe ftohje, i vetmi në tregun shqiptar.
Prodhimi vitit 2024. E përfitoni nga 1.800 euro në 900 euro dhe garanci 7 vite nga Eko Concept. Blini zgjuar dhe kurseni për xhepin tuaj. Nëse fshati sot ka shumë pak zhurma të rinj dhe as pak aktivitete, diçka e tillë nuk ndodhte në komunizëm. Protagonistët tregojnë se fshati kishte trupën e vet artistike të këngëve, valleve, të cilët jo vetëm performonin, por konkuronin edhe me trupa të tjera, për të mos harruar më pas mbrëmjet e kërcimit, të cilat ishin episodet më të bukura të jetës së gjithë secilit. Po jeta si bëj atëherë? Jetë normale si gjithë të tjerë. Po se jetë normale, se kur takoj njerëz si ju, edhe në fshatrat e tjerë thonë që ka pasur jetë kulturore, ka pasur harmoni, ka pasur aktivitete. Në jetën kështu. Po kështu po them, pra, s'po them po jetën jetën e punës. Në këto të ushqyej në të ushqyej. Jo, po të ushqyej normalisht, më mirë ushqyeshin atëherë, ma beso. Më mirë në ushqyej atëherë. Këtu kishte grupe artistike. Që shkonin në përfshatra. Ka pas vetë grup artistike. Si fshat. Ke patur grup valltarësh. Qartë. Ke patur pjesëtarë që kanë marrë në konkurimet në merrni pjesë në këto evente që bëheshin në Pogradec e Mëngjer? Po. I mban mend kush ka qenë kryesori këtyre valltarëve ose këta? Ka qenë një me këngë merreshe një Xhemal Hamzai. Ka ndëruar jetë tash. Po ka patur edhe shumë femra që shkonin që edhe përceni për valltarë, edhe për të kënduar. Po. Po këtu në fshat bëheshin aktivitete? Po, si jepin grupe artistike në fshat, ku ka qenë vende, ku ka qenë vallëtari e kulturës? Ka qenë atje në shkollë, në mes, ku ka qenë shkolla. Aty ku the shkolla e parë, dhe si s'ekziston më. Kur prish pastaj? Çfarë viti? Tash me mungesën e këtyre mjeteve digjitale televizore, më thënë tash, s'kishte gjë tjetër. Njëtë që i vetë një aktivitet, ajo që venderinie këtu, ka qenë angazhuar një shumë me këto punë. Në ishin çdo vit grupet artistike, bile konkuronin deri në rreth e mëtej. Kishte element pozitiv shumë që e dashuronin atë punë, edhe e respektoheshin nga fshati këta njerëz. Përgjithsisht, jeta kulturore nuk ka qenë keq. Sot u zvendësuoja me televizionin. Po që kishte për natë, një javë kur bësh? Po thoj se për natë. Shumë mbrëmje vallëzimi kishte? Vatra e kulturës ishte e hapur çdo vit. Mbrëmje vallëzimi? Ishte njëri aty. Po bëshin edhe mbrëmje vallëzimi. Si mbamën, Kamar Malli pa mbrëmje vallëzimi. Me brigata beshin, me organizatari. Sa vjeç ishte tjetër? Po atëherë 20 ditë. Riosh, Kamar Malli për ato mbrëmje vallëzimi? Të merë. Jo dhe të merë, më tregoj sinqert tani, Kamar Malli apo Kamar Malli? Po të merë të Malli, përse ngryshe të shkonjë atje se s'dan. Po të shkonjë hop atje. Me gjithmonë me lejnë e prindin aty i shkuptohet apo se... Rinia joni ishte e bukur. Unë më da them, unë kam nostalgji për rinin time, me që se më kalove në këtë pjesë. Si gjithë bashkëmoshatarët e mi, edhe ata që më dëgjojnë në këtë emision, u them se ishte shumë bukur. Të gjithë djemë dhe vajzat ishim në për këto toka që shqegon këto miku im. Të gjithë se bashku shkomim të punë. Aty punomim, aty dëfremim, aty lomim, aty qeshmim, dhe si mbaromim punën, bas dite, edhe thoshim, të gjithë si qishim, me vajza me djemë. A e bëjmë një bërë me sonte? E bëjmë. Atere fokusiononin në organizatat e rinis, rinia ishte shumë e bukur, dhe do fremin, kishim palatin e kulturës, vimim atje, gërneta, filharmonika, da udhja dhe fillonim, e rimim sa të domim, e rimim kur të domim, por mos harromim, mos abat do shkomim punë. Absolutisht. Do fshim në kazën e lopatën e në punë. Ose kushtelinte pa punat e re. Atëre vetëm se ishte pukra e Dembeli dhe të përfundoje në internet. Edhe Dembela ti bënte punëtora këto sistemi. Do të funte me ngene se s'bën.
Kështu që për mua ishte shumë e bukur. Në Vatrën e Kulturës, përveç se mbrëmjeve kishte edhe organizime tjera, filma, Po, vini filma, po, atëherë kishte edhe grupe artistike, kishte estrada. Fshati ka pasur vetë grup artistik. Po, ka pasur shumë, unë kam shumë kujtime me bashkë. Mban mend disa prej tyre? Po, si mbaj, ka qenë unë shumë mbaj mend, ka qenë në Pallat Kulturës në Frim Hoxha, ka qenë përgjegjësi i Pallatit Kulturës dhe pjesëtar të banorëve të fshatit, mbaj mend Mimet Lipo, ka qenë kushëririm, Astrit Orani, shumë si të themet, shumë të tjerë. Banorë të tjerë që ka qenë. Po se janë shumë edhe nga ata që por ka pasur shumë. Dhe jo vetëm aq, por duke përgatitur grupet artistike dhe e bënim kështu, domethënë që do të shkojmë sot, për shembull ku do shkojmë sot, do japim një grup artistik në fshatin marrë më larg, Adarup fjalë. Shkonin jepin dhe shfaq. Edhe për fshatrat e tjerë, dhe kështu funksiononte ajo, por dhe në qytet shkonin. Po funksiononte jeta. Po funksiononte shumë bukur. Dhe ka shumë njerëz që ishin pothuajse të barabartë. Shikoj, nuk kishim thoshim ore, po ku ka arritur ky? Po ishim të tërë një lloj. E di sa lëvizmi me milimetra lëvizmi. Edhe ishim të lumë, nuk e di. Mbase ndonjë gjatë intervistës më keq kupton, por është ajo fjala që thash që parë që mund ta shprehim që ishim mirë kur ishim keq. Edhe këtu sigudo, emigracioni nuk ka familje pa patër një në emigri. Dhe natyrisht që to kanë influencuar për rritjen e mirëqenies. Nuk kanë ndjerë fshati jonë, atë nuk ka edhe këtë masë si që dëgjojnë në njëre kështu në për intervista, nuk e kanë ndjerë atë. Është ai llaf që thash më parë, të gjitha gjerat këtu njerëzit ka përballuar vetë. Edhe në atë sistem, edhe tani. Ja për shembull, unë kam 2 djep. Një e kam ande, një e kam në Itali, një e kam këtu. Edhe ky që është këtu, pavarësisht se është me familje shumë, rri nga njëherë ja, po rri më ku të veshtë, që ke punë aty. E po shkon bënitor para dhe vjetë. Katarin të shi e kanë qefin kështu që punoj, do të marri pare dajnat. Do të marri pare dajnat. Faleminderit. Jo. Gjithsesi, fshati është mirë. Sot fshati është mirë, duket që rrugët i ka të asfaltuara. Shumë. Në ca defekte kështu Po dakor, ca gjëra të vogla, po gjithsesi është mirë. Jo. Nuk është se ka mungesë të theksuar të atyre shërbimeve bazë, apo jo. Ankohem unë vetë për këtë rrugën, se ankohem vetë unë personalisht, se kam një 60 metra rrugë që të porta e shtëpisë gjerë në tjetër, Milanë, se atëherë kur bënë asfaltimin, më thanë je socialist. Çfarë thua? Tash më thonë je pensionist e nuk e bëjnë fare asnjë. Nga socialisti kalon në pensionist. Nuk e shtojnë dot asnjë. Shumë faleminderit. Unë të uroj shëndet, jetën e gjatë. Ishte kënaqësi që ishe me mua sot. Uroj punë të mbar, shëndetin mbarë si gjithmonë. Faleminderit. Po normale. Lati faleminderit. Faleminderit juve. Kjo ishte Leshnica, ose Lajthiza, fshati i cili ka marrë emrin pikërisht nga lejthitë e shumta që kanë pasur qindra vite më përpara. Një fshat me njerëz shumë punëtor, të cilët e kanë për turp të mos e punojnë tokën, ndryshe nga shumë fshatra të tjerë të cilët nuk e bëjnë, po e lënë djerë. Një fshat me marrëdhënie shumë të mira mes banorëve, një fshat me perspektivë të lartë, e një fshat i cili vazhdon gjithmonë më tepër të shtojë popullsinë e vet, pa e braktisur totalisht atë. Kjo është Leshnica, një prej fshatrave më të bukur dhe më të punëtor të Pogradecit.